tregime apo ngjarje që ka ndodhur në jetën e kësaj botës. Një është mbi xhenazën e tij fluturonte një pëllumb i bardhë. Titullohet mbi xhenazën e tij fluturonte një pëllumb i bardhë. Kjo është një shenjë për shenjave të mirë kur Allahu xhaleshanu ja merr shpirtin ndonjërit për robët vet. E pasi që voroset bashkë në ceremoninë apo ritualet ku vorosat i vdekuri, Allahu xhaleshanu i sjell disa shenja, disa mesazhe, më ta bë me di se ky ose ka qenë i mirë ose i keq. Kemi treguar ngjarja që janë të shtushëm, të frikshme, saçi ka ndodhur kur e kanë vorosur të vdekur, duke e lëshu poshtë, ju ka dalë parasyje një gjarpën, janë friksu. Pastaj kanë largu këtë vdekurin, xhenazën, janë vrit për me largu gjarpën, së shkon prezent gjarpëni. Pastaj për s'dytë herë kanë lëshu, e petë kanë për gjarpënin 3, 4, 5 herë, ndoshta edhe me 10 herë kanë ndodhur, derisa kanë lajmëruar që ka thonë, kështu është duke ndodhur, ka thonë, lënë këtë varr tu, po shko hap në një varr tjetër. Kanë shku në varr tjetër, kanë hap i njëjtë gjarpën është paraqit atje. Vetëm se ua ka bo me dije si mesazh se ky i vdekur i ndjeri nuk ka qenë njeri mirë. E kundërt e saj është nëse në xhenazën prezantojnë njerëz të mirë, një kallaballëk i madh, apo shin disa gjëra që janë fenomente që nuk mundesh mi pa në raste apo në për ndolli tjera, po vetëm në rast të vdekjes. Për shembull, një prej rasteve është kur është voros ky, ndërsa ka fluturuar një plumb i bardhë. Ka qenë një shenjë për shenjave. Në një fshat të vogël të Rusisë ka ndodhur. Ka jetuar një plak me 3 nipat e tij. Në atë fshat ishte vetëm një Kur'an apo një musaf. Për ta mbajtur musafin e vetëm, fshatarët ju pas ka desh me hedh shart njëri me tjetrin, edhe ku ne i ka ra nafaka apo fati që mi ra shorti, e ka mbajt musafin ta natën, duke u friguar regjimit të asareshëm, se s'kan pas dëkush Kur'an me saf në veti, se në atë kotë regjimi Rusijës, po e ka zbulu se në një shtëpi, ka qenë prezent Kur'an edhe kanë ekzekutu, e kanë zhdukat familjen. Kështu që qëtë musafin e kanë përcjell shtëpi pas shtëpia, ama gjithë këta me kusht kanë bë short. E ati që i ka ra natë musafi Kur'ani, e ka marrë natën, e kanë shletuar. Edhe një natë prej natëve i ka ra këtij plakit, i cili ka pas tërmip. Kur e ka marrë musafin, e ka qel Kur'anin. Ndërsa ky plaki thuhet se ky s'ka ditë me lexu Kur'an. Mirë po, dashuria ndaj Kur'anit. I flakt mas librit të Allahut. Vetëm e ka hap sikur se me lexu, e ka kalu tër natën duke afru gishtat pran shkronjave. Edhe pse nuk ka ditë me lexu. Kur ki plaki ka vdek, këto 3 nipat e tij betohen dhe tregojnë thot, mbi xhenazën e këtij gjyqit ton ka fluturuar edhe ka bë tavaf një plumb i bardhë. Dhe nga trupi i këtij plakit 90 vjeçar është përrap një aromë e mirë apo një misk i mirë, të cilën e kanë ditë të gjithë ata të cilët kanë prezantuar në xhenazën e gjyqit ton. Aromë, misk. Qëra, plumb i bardhë, edhe tavaf po ban, edhe po fluturon. Kanë shku nypat tek gjyqja dhe e kanë pyet, tek gjyqja vet, tek gruaja këtij ndjerit. E ka thonë, çfarë ka bë gjyqi ynë, thot? A na tregon burri jot apo gjyqi jon si e ka kalu jetën? Fillon duke thonë gjyqja, thot, gjyqi juaj, thot, nuk ka ditë me lexuar arabisht. Nuk kish ndëkush në fshatin ton që ja mësonte leximin e Kur'anit. Mirë po, kur i binte shorti, edhe pse nuk e dinte ta lexon Kur'anin, e hapte Kur'anin musafin ta natën, e kalonte me gishtin bisedse në fjalë, me dashurit plot sinqert. S'ka ditë, ama zemra jo shkallë mos Kur'anit. Dashurin të madhe ndaj Kur'anit, gishtin e ka kalu në për ajetet, ta natën. Duke thonë, edhe thoshtë të thotë këtë plaka, thëke, Kelamullahi l'adhim, fjallë Allahut tim, është fjallë madhështore. Vërtet fjallë të Allahut janë fjallë me pesh,
edhe me pozit, edhe janë me të vërtet madhështore. Fjalët e Zotit tim janë fjalë madhështore përsëritke në gjuhën rusisht e plaki. Edhe kështu thot një natë edhe vdiq duke mbajt thot musafin në duar. O dhe që të dashur, njeriu me shka jeton dhe vdek, manen men. E ka thonë një fjalë Ibn Kathiri, kema të ishun e të mutun, si kurse do t'jetoni kini me vdek. O kema të mutun e të ba'thun, e si kurse do të vdesni kini më rinjarë para Allah. Kjo është fakti gjallë. Këtë legjë Allah nuk e thënë, nëse jetoni me Kur'an, Allahu ta me shpirtin me Kur'an. Nëse jeton me abdes, jeton me mejlise të ubime të mira, jeton duke përmenë Allahun shpesh, duke kujtu natën e vorit, ditën e gjukimit, takimin me Allahun Gjeleshanu, për më Allosh më taku me pejgambert Allahut, ti jesh i bindur thellë, se Allah ta me shpirtin qatë gjendje. Allah në arrut në të kundërtën, nëse jeton në për kafe, nëse jeton me alkohol, nëse jeton me muzikë, nëse jeton me fjalë nytat fleqta, nëse jeton me gjona të ceta Allah nuk është i kënaqur, po është i dhrum, ti je i bindur se Allah çashtu ta merr shpirtin. Andaj ky plaku ka jetu me Kur'an. Edhe Allahu Gjeleshanu ja ka marrë shpirtin me musaf. Thot një natë për natëve, thot duke mojtër musafin në duar, thot dhe vdiq. Këshere? Vdiq njeriu. Sikur që jeton, edhe kanë guftu një patse, këtë nderë dhe respekt Allahu që e ka bo në atë ditë kër është vëros, pas ka qenë kred nga shkaku dhe fakti se pas ka jetu me Kur'an. E pas ka dish Kur'an e senin ma shumë. O dhe zëtë dashe, tash mujnë me shpërudzu një rast. Sa prej neve e lexojnë Kur'anin, sa prej neve lexojnë Kur'anin, apo sa prej neve ndoshta sabaj, i zgjon, apo mbrëmja, libër i cili nuk i vjen as e kota, as gënjeshta, libër që ka zbrit për një 7 ka qelë, mju pas zbrit kodrave dhe maleve, nga friga ishin coptu, par ta nuk e kam pranu. Këshere, qëfar mesazhi libër, unë e kam përmen shpesh herë, mobili kina me veti, ndoshta qëllon edhe dikush për juve në mejlise, sigurisht duke net, nëse dikush ju dërgon dhe një mesazh në mobilin e juve, edhe ju vjen ajo zilja, a me dikush për juve, kështu, i sinqerisht jam ju pyeta, hajtë bëmi pak ma sinqert, nëse vjen dhe një mesazh, edhe të cingron, a me dikush për juve pa e hap, me mbaru dersi edhe mos me qelë, jam e mbindur se s'ka shapën dikush për juve me pas këto ndjenja. Bile, tenton mi njerë me qelë, si do qofta, nësa është në pyetje, dhe ne e dashër mja qunë, po nuk e zgata as 5 sekunda. Allah që do të të mëngjes mesazhin, hapebe librin be, knatësibe, djetarët nuk ngopën mas Kuranit. A e dini ta? Nuk ngopën, sikur se njëri cili është unë, s'ka angëm me javë të tërt, që ashtu djetarët mas librit Kuranit, ta në ditën lexojnë, a di pse? Me orë të tëra. Pasurio, fesar, ne nuk ja dimi vlerën, ja kina këthi shpinën Kuranit, andaj pejgamberi Allah para 1400 vetë është anku. Këta sot që ka ne përjetojme, wa kale rësul, ja rabbi, inne kaumit të khadhul Kurane mehgjura, është anku pejgamberi Allah ka thënë, o Zot, popli jem, e ka marë Kuranin pas shpine, nuk e përfil, nuk e lexon, nuk e analizon, nuk e shfleton, na për rafta na u kanë mik, mobilin e pastrojna, me palon, ja blenat, si i thunë ata, shpithoni edhe një mbules, foli, pse? Mos të gërvishët, Kuranit e kim nume në i folive, a e partimos me dishka jobre, këshurë kë, s'ka dit, a ma ka dit me të regu që tërsen, se dukit Kuranin, andaj, mos flasmi për librin Allah, kemi të regu ligjerata dhe ligjerata, ajetet e shumëta, haditet e shumëta, mjafton se Kurani do të nëngreje, ka më në dhonë edhe progres të lartë, këna më kohë njështë matë përparum, matë avancum, nëse jetojmë dhe punojmë edhe analizojmë Kuranin. Në të kundërtën kena me met bishti i fundi karavanit. Tash më kujtu një rast, Omeri radiallahu anhu ka qenë khalife e muslimanve, një ditë ka shkuna për shtetet tjera, duke shiku kryetarët e muslimanve a thua vallë si kanë raportet me poplin. Kur ka shku tek njënin nga sahabët, edhe ai sahabiu që ka qenë kryetar e ati shtetit, ka fillu mja prezentu Omerit, thot, kjo është guvernatori, kjo është kjo kështu, kur ka arrit e njëni që është i thjesht, ka thonë edhe kjo është një ndër njerëzit më të afërt të mu. Mirë pa i ka qenë njëri thjesht,
s'ka pas pamje të mirë, s'ka pas dhe një nam të madh, s'ukon dhe një familjes me një status të lartë, a dhe një kryetar, apo e ka bablokin, ku e di shka, jo i thjesht. Edhe Omeri ka thonë, vallë, du më të pytë, ky person që ka në thjesht, pse a thua vallë ki vendos me një pozit lartë tina? I ka thonë, ja Emiril Muminin, o prisi besimtarve, nuk kam gjetë njëri mas mirë që di me lexu librin e Allahut Kur'an se sa ku ke. Andaj e vendosa këta nga se di librin e Allahut, ke meriton mas mirë këtë post, nga se kia di vlerën e Allahut, librin e Allahut, kjo dhe këtë pozitë një di nuk manipulon. E ka thonë një fjalë hadithin e pejgamberit, asdomi ka thonë inna Allaha yarfa inna Allaha yarfa bi hadha alkitab aqwaman wa yad'u bi akharin. E ka thonë vërtetën pejgamberi Allahut, Allah me këtë libër, me Kur'an, i ngrin popuj, a me këtë libër, nëse në çmon edhe nuk e përfillin, Allahu çka i zmbraps, edhe i korit. Edhe vërtet, këta që ka ngrit thot libri i Allahut Kur'ani. Sot, na që kemi arru Kur'anin, pasi që na kena largu Kur'anin, janë për hapë smundet e këshia, korupcioni, manipulimi, dredhina. Kur'ani është dritë në dunja, dritë natën e vorit, dritë ditën e gjukimit, është shpëtim, është shërim, është ligj, është udhëzim, është litar i cili nuk shkëputet asnjëherë. Me fol për Kur'anin, s'mjafton një ders. Sa do që folmi është e pak. Andaj, edhe që kjo të regim le të na shërbeje për neve shka, si nëzitë dhe stimulim, ma e pak ta, qenë bre, nëse nuk e letoni, qenë para se mëra me flit, fish fletone, ma e pak ta, nëse keni pak ndërgjegje, apo keni dashurin dhe i Kur'anit, ma e pak ta. A dhe pse në thujmi, lexoj bre, lexoj për këthim mërbe, është nga Allahu Gjeleshanu, më tarbe një letër nga kryetari be, munosh me shfletu 2-3 herë. Unë e kam kallëzu njerë një rast, po kam e përsit edhe disa, edhe pse kam ngu për një hoxhës. Ka të tregon një hoxhë në Kuvajt, ka qenë egyptian. A i thot, ka zonë para 20 vite apo 30 vite, thot, kam qenë imam e një xhami të Kuvajtit. Thot, kam qenë i fejum. Her pasere e fejume i ka qu letër. Kër i ka qu letër në atë ku, një letër, 5 muj apo 6 muj. Kur ma bishin në xhami, më thëshin kjo letra ka arë zarfi për ty nga e fejume. E mirsha edhe shtisha të kënë gjep. Edhe nuk e qelqa. Pse? Le të nëzgjate dashuria ma lëngjimi mas ke letrës. Po, këshyre, mas disa ditve e qelqa. Kur e qelqa? E ledzojsha. E ledzojsha jo njerë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, pse? Mos po guaboj. Shka ka dish me thonë? E ka dish fjallën. Kjo është pozita mes njeriut dhe të fejumit. Para mund të që Allah gjithdo natë, mesazh në qonë. Nuk për di, ajtë të regonë, dhe që shfa raporti kam posë ndaj mesazhit letër se me ka që e fejuma. Allahu Gjeleshanu, gjithdo më me, ja jo nes, o jo njerës, o jo besimtar, o biri ademit, rikujtoj ditën gjukimit, takimin me Allahun, her pas her, në kujton mirë, po ja që njerëzit nuk vediso.